Kaktusi saguaro. Kaktusi saguaro është një nga llojet më të famshme të kaktusit dhe pothuajse duket si një ikonë jo zyrtare e jugperëndimit të Amerikës, veçanërisht shkretëtirës Sonoran. Është vendas në rajon dhe gjendet në gjithë Arizonën, Kaliforninë dhe shtetin meksikan të Sonorës. Ky është një vend që përjeton temperatura ekstreme, rrezë dielli intensive dhe shumë pak rreshje, gjë që krijon një mjedis sfidues për jetën e bimëve dhe për çdo shans për të mbijetuar. Llojet duhet të zhvillojnë karakteristika të ndryshme për të kapërcyer vështirësitë. Megjithatë, kaktuset saguaro janë përshtatur aq mirë sa mund të rriten çuditërisht. Lartësitë mbi 12 metra janë të zakonshme dhe mund të jetojnë nga 150 deri në 200 vjet. Kaktusi ka një formë me një kolon qendrore dhe më pas deg ose krah, që zakonisht fillojnë të rriten kur kaktusi është rreth 50 deri në 70 vjeç dhe janë ato që japin saguaros formën e tij të veçantë. Megjithatë, është interesante se ato nuk mbajnë të njëjtën formë gjatë gjithë kohës, dhe kjo është për shkak të asaj që është një nga përshtatjet më efektive në shkretëtirë. Lëkura e tij e trashë dhe dylli redukton humbjen e ujit dhe struktura e tij me brinj që lejon që kaktusi të zgjerohet dhe të kurret masivisht. Gjë që e lejon atë të ruajë sasi të mëdha uji gjatë kohëve të rralla kur bie në të vërtetë shi. Një saguaro i pjekur mund të thithë dhe të mbajë deri në 910 litra ujë gjatë një stuhie të vetë me shiu. Ky ujë më pas përdoret ngadalë gjatë periudhave të gjata të thata, duke mbajtur kaktusin në kushtet e vështira dhe do të kurret ngadalë gjatë kësaj kohe. Suksesi i kaktusit saguaro ka bërë që ai të bëhet një lojtar jetik në ekosistemin e shkretëtirës, si të sigurojë stre për një numër speciesh, si qukapiku gila, i cili krijon kavitete folesh në mishin e kaktusit. Lulet e kaktusit, të cilat lulëzojnë në fund të pranverës dhe në fillim të verës, sigurojnë nektar për një shumëllëshmëri speciesh, duke përfshirë bletët, lakuriqet e natës dhe zogjt. Më vonë gjatë vitit në verë, fruti i tij do të piqet dhe ky bëhet një burim ushqimi shumë i nevojshëm për shumë kafsh, duke përfshirë zogjt, gjitarët dhe insektet që vetë luftojnë për të mbijetuar në mjedisin e shkretëtirës.